Une e kom pas një ish të dashur, unë e kesh të elon gjithë familjen me shku me thamë. Edhe do me thonë dit i kom tregu gruas, kështu. Nuk jemi bashkë? Se ma bëri. Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Keni hyrë në kanalin tim zyrtar në YouTube, Odeta Dupe Mandro. Për të qenë pjesë e live-eve të mia, mund të abonoheni duke klikuar poshtë tek fotoja ime. Ditën e sotme me live-in tim ne do shkojmë në Itali. Unë do hap dritaren për një 48 vjeçar, një shqiptar nga Kosova, i cili quhet Selami. Do denoncoj ish të dashurën pasi kjo e fundit e ka akuzuar kaq rënd sa 48 vjeçari është prekur dhe kërkon që ditën e sotme ta rrëfej këtë histori dhe padyshim t'i përçojë një mesazh. Por ngjarja është akoma më e rëndë, por nuk do ta them unë në këtë hapje që po bëj në këto momente, të dashur miq, por të jetë vetë Selamiu që do na i rrëfej ditën e sotme, kështu që e ftoj më njëherë. Selami, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje. Ju jeni shqiptar i Kosovës? Po, jo, i takoj komunitetit Ashkali. E qartë, po jeton në Kosovë? Po. Nga cili vend? Nga Ferizaj. Nga Ferizaj, Kosovës. Po. Më ke shkruar dje në darkë, Po. dhe realisht unë nuk e di historinë tuaj. Mirë, une e kom pas një ish të dashur. Çfarë ka ndodhur mes teje dhe ish të dashurës tani? Ndërëm. Me to dhoshën time, jemi të ndohë, po jo me fjallë të mira, kemi vazhdu jemi ndalu. Dhe, pas asoj zoja me ka ndonëncu në polici, shantazhush, kërcënus, përndjekës, dhunus e shumë gjëra tjerë. Do me thonë ka dole avokati, ka thonë ky njeri u shpollë në kërkim, ko vepra shumë të rënda, vepra penale. Por, Do me thonë. tani të lutem, Selami, sa kohë ndonjte me të dashurën ti? 2 vite. Por pse, Po për 2 vite me ndërpreri. Po. por pse erdhi fundi kësaj dashurie? Çfarë ndodhi mes teje dhe asaj? Arsyeja xhelozia, edhe kemi pas dasene domosmarrëveshje, edhe jemi ndohë domethënë, po për arsye që kanë fillu të flasin shoqet e sojna, aja më ka shkuar dhe më ka denoncu, e ka përdor gazetorin, i cili aja ka ndihmuar shumë. Gazetari e ka ndihmuar maksimum, e ka përdor avokatin, e ka përdor këto institucionet. Edhe më kanë nxjerrë në YouTube, në televizion, i mbi 20 milion shikime i morën videot e mia. Emrim, zërim, fotot e mia, emri mbi emri. Tani të lutem, Selami, të lutem, që të informohem dhe unë qartë dhe po të dëgjoj me vëmendje, e dashura juaj është po nga Ferizaj i Kosovës? Ja, e nga Elbasan është. Është shqiptare e Shqipërisë. Po, Shqipërisë. Por ju ku keni jetuar bashkë, në Shqipëri apo në Ferizaj? Dëgjom, ne kemi pas lidhje, por nuk kemi bashkëtu. Do me thonë, një ku kemi qenë në Shqipëri, më konë shumë herë kom taku, herën e tjetër ka shku në Itali, pas atër kur kom dolën nga vetja, kom shku e kom taku, e kom njoftu me familje, sene, po është problemi që mu më kanë bo shpifje, më ka bo loj televizioni edhe gazetari. I dashur Selami, tani, e dashura, unë da me ju, pse u hakmor kaq shumë ndaj teje sa të denonconte për përndjekje? Është shumë e rëndë kjo gjë. Shumë është e vërtet, se është një vepër penale, mund ta quajmë. Do me thonë, në muajin e 7, jam taku me zujin, me muajin e 8, do të 19, kum dol nga vetja për shumë arsye që mi ka thonë zoja dhe fjalë shumë të rënda, dhe do me thonë kum dol nga vetja dhe kum fol shumë fjalë të ndyta, që nuk takuj një moshë. Do me thonë, aja kon me datën 10, muaj 8. Pastaj jemi qetësuar. Të këtij viti. Jemi qetësuar. Po, që për këtij viti. A ditë dola nga vetja se zoja më, do me thonë, më tha shumë fjalë të rënda, që unë më nuk e kontrolloja vetë vetën. Por pse ti tha këto fjalë të rënda? Po, arsyeja konë xhelozia, sepse unë mundohesha në çdo moment ta ndihmoja, ta këshilloja, do me thonë, truri im, por ne ki vetëm për ta. Do me thonë, nuk mendojsh asnjë gjë tjetër përveç të dashurës. Sepse jam i martuar, po. Je i martuar tani? Tani për momentin jam 50-50. Nëse me fol gruaja se i ka dëgjuar zoja fjalët edhe tash jam problem. Selami, të lutem, ndalemi te problemi me ish të dashurën tënde se ti me atë e ke problemin. Kur më the që dola nga vetvetja,
Çfarë të tha ty ajo që ti dole nga vetvetja? Për çfarë ta akuzoi? Aja mu me akuzoj nuk po kam pëtyrë, tërë po m'vjen mi thonë ta fjallë, ma dha një gjë që një fjallë që më preki shumë, nuk mund ta përmendi, se është tërë. Më përmeni shumë fjallë, do më thonë që i kam edhe me fakte, me shkrime, me data, me keti kam, edhe unë nuk e kontrollova vetvetin. Ma shkurt edhe për 2 ditë nuk kom qenë vetvetja. Fjalla e parë është, unë e mbojsha me bukë, u kujdes ke familja e vllavi e unë u kujdes se ja ka shkuve punu 2 muaj shtetit në tokë, bujqësi, dhe unë më ndëshëm të ndimoj, edhe mu më për një moment ma i thetë jam shmutin pronarit. Numër 1. Numër 2. Të nesrit e mora në telefon më dha një burr dhe më shajti. 2. Në ditën e tjetër, më tha një fjallë që shumë të rëndë, tha shka bo dashuri me nënën tënde të vorë edhe mu nuk e kom një vetën. Nuk e kom një vetën. Për 3 ditë. Bëre ndonjë veprim? I kom thua shumë fjallë të rëndë. E di, e kom boga vimin, ja kom tërgu zërin WhatsApp. Sa jam e kam denoncu për zërë WhatsApp. Kom thua shumë fjallë. E pra ne. Po, jemi qëtësu. Kom vazhdu edhe 4 ditë të plasme, i kom gjitha shkrimet. Po. Kom qenë kesh me shëndetin. Edhe gjatë gjithë kohës, edhe ja kërkova një gjithash, ose të nxjerrësh dashurin publikisht, ose të të nërfonë. Ja tha nuk mund me nxjerrë dashurin publik, tha se gocat mi akuzojnë, folin se që ti jemi në gjyrë. A dy vite kemi qenë shumë të lumtur, do me thonë, kemi posti se dashuri është madhe, do me thonë me frua, me fakte, me video, me çdo që kam. Edhe pastaj, qasë shumë lëndova, i ka dola nga vetvetja, dola më mbyllan për një veti 20 ditë. Që aty me 20 ditë dhe e kom morë me 4 numra e kom shkru. Numra të Azerbejxhanit edhe numra Turqijës. Prej datës 17, 8 muaj, te me datën 22 kom shkru me 5 numra. Për datës 22, deri me 12 shtator. Nuk i kom vendu. Me 12 shtator zoja o këthy në Shqipëri. Me 10 shtatorë në me 12 shtator kom shku në Shqipëri. I kom shku para shtëpisë. Edhe i kom thonë, asë një që nuk du nga ti kom po shumë për tyje, që nuk unë në mëra vëratëm. Që edhe shqo që fusojna e kom bo vëratëm, ka do me ho kom fakë. Ju më kujtjes për gusët e sojna e du vetëm një portofol timin, gjatë kohës që i kom dërgu gjëra e kom fut edhe portofolin tim, se e kom vërat nga mamoja ime. Me ka thonë të nesrit. Nesrit prap ka kalu rrëth këndet mija, nuk me ka thonë. Ma ka heq blokin, kimi shkru. Me datën 13 shtator ma ka bo blok. Pas 10 ditëve ka fillu të me shkruan. Hajde në Shqipëri, takomi me gjërat e tua. I kom thonë nuk dua, nuk kom nevoj për gjëra. Kom pos nevoj për dashuri. Më ka shkru prap, hajde takomi për e fundi se dua ta njof një qunë tjetër. Kom thonë gjeje, kom dushës me intereson. Më ka shkru prap. Si të dole në analiza se kom këqenë kesh me shëndetin. Ka shkru prap, i kom thonë çfarë dënë, ka thonë të dua ty, i kom thonë ti nuk di me dosh vetvetin. Në datën 15 tetor, e kanë zirë një shish verë edhe 2 gota store. Në WhatsAppit, pikrisht një verë që ja kom bodhë rotën, ditë datën 16, e kanë dru WhatsAppin për telefonit tjetër në telefon tjetër, do me thonë se i duket zojës telefoni, atë telefonin e kom sugaracion edhe kom dokumenti që e kom bodhë rotë, edhe vetëm kërësho vetën në YouTube. Për djekës, shantazus, dhënus, kërcnus, çdo gjë. Ajo të denoncoi që ti e përndiqe dhe videoa u hot në YouTube. YouTube-a i ka morë shumë shikime, e tashi. Edhe mbas asaj, zoja shtru me familjen time, ma akuzon të vllavi im, se nuk do me thonë nuk ka post për djeka, ja? Një Facebook false hop, i shkru në gruz time, më shkru në mume, do me thonë zoja, edhe une kërkojnë dim nga gazetarja, ma bën blok gazetarja, se të shko, meru me polici, me gjykat, me prokurori, edhe une shkoj mirëna me ta, s'kom u mirë me ta, s'kom kur fartire, jo bërë në 60 ditë. Kur tash ndërko, me datën 16 tetor, dalim 2 video.
del një video e imja. Përdhënus, shantuz, kërcësnus, kudationi. Dolin folin avokatat, psihiatrat, këtë stofi. Program, tamon 100% vepra penale. Në emisionin e dytë, dolin njëjtit njerëzi. Del avokati, delaj. Një zoj e ka boni denoncim pa fakte edhe delet shfaqet emrin. Sa kokej që nuk flet me ish të dashurin, që i ke mbyllur gjitha kontaktet? Në fakt, ne i kemi mbledh me 13 shtatorë, po aja ka fillu të me shkruan, të me kërkon, po nuk kemi pas më kontakt. Ka fillu të eri 2 ditë para denoncimit të me shkruan. Dhe akuzat janë goxha të rënda. Po akuzë është normal. Po këto e kanë bo, se unë jam shumë një farë analisti i fort, edhe analizoj senet. Një avokat del fol për muaj. Vepra penale, ku ta tiju një histori shumë e gjatë, njëtin vend me 10 roba. Në emisionin e dytë, del fol që një femën ka po denoncim të rreshëm, njëta vendën 10 roba. Tjetri avokat, njëta sen. Pse otra, një. Do me thonë, këtu i kanë bo. Për një ditë, i kanë bo 2 videot. Edhe si njëri i keqe vëzik shumë ne, edhe del videoja e zojës që e ka bo denoncimin të rreshëm. Edhe shpoqet emri dhe bi emri im, edhe më del të ato fjorët e pista që i kom shkru në WhatsApp, ujë në shtatë, për dorën ato. Do me thonë, gazetarja e ka bo me qëllim. Por, përderisa gazetarja ka bërë një emision të dytë dhe ka treguar që ka qenë një denoncim i rrem nga ana e zonjës, ajo besoj ka kërkuar një falje publike që është përmendur emri. Po mirë, se ka morë mu në emision. Sepse unë jam një njeri i familjes të madhe. Unë i kom 5 fëmijë, kom 7 një përvëndesa. Unë nuk po me dorë se 3 muaj me punu. Unë jam probleme shëndetit, po mira me psihiatri, po mira me gjëra. Aja e ka mëndu që, aja e ka njohë sojën, se unë i kom kuptu, se unë i kom rrath shumë të madhë Shqipëri dhe njohë njerëzit, se kom punu 15 vite biznes. Po jo, nuk ka lidhje, ma beson, nuk ka lidhje gazetari me personazhin, sepse unë punoj vetë dhe nuk i njoh personazhin. Ja, flasim aktualisht. Unë ty nuk të njoh. Mirë, pse gazetarja nuk me murë muet kur i kërkova tim, sa shkonere me prokurori dhe polici. Gjithkohën i kom shkruar redaksijës, pse redaksia nuk më ka morë mu në pyetje. Që ti jepi edhe ti versionin tënd për këtë histori, e qartë. Të talë unë me ftyrë, sukur këm dollë herën e parë, të talë para njerëzve, se kjo koni shantorë. Do më thonë një loj, e zojës, edhe talë unë para njerëzve me ftyrë. Në kushtë të drejta ime kjo. Selami, me ish të dashurën, nuk e folur ti thuash pse ma bëre këtë gjë? Kur ti pretendon që se ke përndjekur... Unë e di pse e ka bërë. Unë e di. Pse e ka bërë? Aja e ka bërë që e kanë kuptu një 2-3 shoqe drejta. Që e ka pos një lidhje kjo. Edhe më ka kërku bëve TikTokin, bën një blog shoqet mija, po shkrujnë shoqet e mija, do me thoi kom këtë fakt. Ti pretendon që aja të ka tradhtuar gjatë kohës që ishte me ty? Jo, mu e zoja më akuzon për që e kanë kuptu shoqet e sajna që e ka pos një lidhje me mu. Po të shtë keq e ka? Apo që për këtë arsye me ka denoncuar. Po se kjo s'ka kuptim. 15 ditë para se mund nxjerr në televizor, mund ka morë edhe e kuptova shumë mirë që është jam gazetare e ka pos afër. Unë mundu të me nxjerr nga vetja, po nuk u ndor nga vetja. A e të kuptu? Po të kuptoj, por prap nuk arri do të ta logjikoj që një vajzë dashurohet me një djalë dhe do ta mbaj sekret që shoqet mos ta marrin vesh. Unë e kom njoftu me familje. E kom punë familje te, me vlla, me konota, me motra, me... A e të kuptu? Mua më vjen keq që se historia është kështu që ti nuk e ke përndjekur, po të tregohesh i sinqert që e ke ofenduar me fjalë të pista në momentin që ke dal nga vetvetja dhe ke bërë gabim. Po e vërtet është. E pranon gabimin dhe nuk ka dhe duhet i kërkoje falje për gjithçka që ndodhi atë ditë, sepse njerëzit e qytetëruar siç dinë të dashurojnë dhe kur humbet kjo dashuri,
di ta pranojnë dhe ndarjen. Një njeri i qytetëruar di të kuptojë dhe ndarjen dhe ta pranojë dhe ta respektojë ish partnerin. Por unë kom pranu ndarjen sepse unë e kom lënë Zojen. Zoja nuk më ka lënë. Sepse unë ja kom kërkuar ta nxjerr publikisht. Aja ka thonë ju. Okej, unë atëri kom thonë nuk dua të mundohem për tyje, kurse një ditë do t'ikesh. Derisa nuk e nxjerr në publik dashurinë ti, që jemi të dashur, një do të zimi çdo ditë. Edhe shumë fat. Nëse është okona e me një shoqe 4 orë, nëse kom gëzot me shkruose me mon telefon. Por pse mos ta di njerëzit? Pse ajo e mbante kaq sekret? Çfarë dyshon ti? Sa vjeç ishte? Sa vjeç është? 45 vjet është ja. Unë 48. E qartë, ajo e rritur 48 vjeç. Pse e mbante ajo kaq sekret? Pse nuk donte ajo ta merrni vesh njerëzit sipas teje? Nuk e di, nuk muj me kuptu. Dashuri ka pos, ndjen ka pos, të me thonë, kom fokte që me të vërtet me ka dosht, nuk muj me gjenjej, nuk me ka karkuar lek ose do një që, jo. Unë e gjërat të t'i full e realitet. Unë e vetëm shak kum dimu me këshilu, kum desh me hap një biznes, se e kam bjull biznesin, thjesht kum desh me ndimun. Po, unë e posha vetën shumë i ullur, kur aja nuk e nxjerke, do me thonë, moj ke mbyllë. Historinë tuaj të dashurisë. Jo, shumë është e gjatë, shumë sene, unë kom qëllimin pse gazetarja edhe televizioni nuk me murë mua në telefon, të me kërkon mua, të me kërkon folje, sepse kjo, kur ta merr analizën edhe ta bon, kjo është qëllimisht e bone. Është qëllimisht 2 emisione, për 2 ditë, me të njëjtë njerëzit, flasim. Shantazuz, dënus, kërcus, njëjtën ditë flasin për Zoja ka po kallësim për nalt trajshëm. Do me thonë, i ka shfrytzu gazetarët, avokatin, për 2 emisione. Selami, unë nuk i njoh kolegët që kanë bërë këtë emision, por dua të tregohem e sinqert, sepse edhe mua si gazetare më ndodh që dikush bën një denoncim dhe mund të më gënjej. Por gazetarja po ta theksoj, thjesht fakti që ka bërë emisionin e dytë dhe ka treguar që zonja ka gënjur, ka bërë një denoncim të rrem, do të thotë që të drejtat i ka dhënë ty. Dhe e ka mbyllur aty historinë. Po çfarë drejtë më ka dhënë mua, e kam nxjerr emrin dhe biemrin tim me fjalë të pista. Aja plus me ka ujë poshtë. Se nuk e nxjerri foton time me thonë ky është personi që Zoja e ka denoncu pa fakte. Kuptoj thoj. Aja dhe në dytin emision me ka ujë poshtë, para njerëzve, para opinionit. Kuptoj. Se si çdo gazetar duhet me morë në pyetje 2 personat, edhe me morë me edhe unë në qari. Por dua të pyes, si u njohe ti me këtë vajzë nga Elbasani? Nëpërmjet Instagramit. Dhe këto rrjetet online po i marrin në qaf njerëzit. Jo, unë thonë, kjo njoh dhe do me thonë, kom një më taku 8 herë, dhe më herë brenda kohës, kom vazhdu 7 muj, i ka orë burri, e kena ndërprej lidhjen, ma 7 mujve me ka kërku prapë. Si ka ardhur burri? Si ishte e martuar ajo? O shkjoj seria jo në shtamon një lloj filmi, se herë më ka lëndua ja muaj. Po si, se herë më ka shkatru muaj. Ajo kishte burr në Shqipëri? Po ajo burrin e ka pos jashtë shtetit. Po thaj ke erë jo me divorcuar, erë nuk jo. Po prandaj ajo nuk e bënte publike dashurinë, se pas ka pasur burr në shtëpi. Po mirë, e erën e dytë, mas 7 mujve që ka kërku prapë. Kishte fëmijë nga martesa e saj? Po mëre 3 goca i ka pos, goca molle vetja e ka dik. Goca në martune, ko një familje, më dhimet mu familje sa. Sepse une nuk e kom dosh për një interes, thjesht e kom dosh që një person, mu ka dhimë të jetë e soj, vujtet e sojnja, punë e soj, do me dhonë dhe u dashurova. E qartë, unë e kuptoj që ti u dashurove, por ajo kishte një burr në shtëpi dhe po trathonte burrin e saj me ty. Pastaj burri ka shku prap, ka i kja shtetit, 7 muj ka nejt e vetmuar do me thonë, mas 7 mujve prap me ka kërku. Kjo kon dashurit 2 vjeçore me ndërprerje. Dashurit të jashtëligjshme. Po. Sepse
Nuk dua të paragjykoj askënd, por sigurisht që ti nuk mund të arrije në martesë me këtë zonjë, të krijoje familje kur ajo kishte një burr dhe nuk ishte divorcuar me burrin e parë. Dhe sigurisht që do ndodhte kjo që ndodhi, që iku prej teje në këtë lloj forme dhe arritën këto gjërat të bëshin kaq të mëdha dhe në një farë mënyre, nëse ti ke të drejtë të bësh imazhi. Se kuptoj, kanë filluar të flasin njerëzit, ka filluar lagja, u mërzit, u bën, edhe ka shkum ka denoncu. Po gazetarja o desht më morë pak edhe me ndarë. Ka dalë. Veç për me një zë, para 3 mujve, që kanë dorë fjorë të testa nga goja ime. Edhe tash me qatë zë, nuk mund të nësosh dikon mas 3 mujve dhe ta quesh vepër penale, kriminal, për ndjekës, shantatues, dhunus. Selami, ti ishe beqar në atë kohë. Jo, Maradoni jam i martuar. I kom 5 fëmijë, i kom 7 nipa dhe mbesa. Ore, po dale pak, ti me grua dhe gjete të dashur? Po me grua tash, atë ditë që je kom ndërprej lidhen me gruan, me të dashur, nuk i kom tregu gruas edhe sot atë ditë nuk jetoj me gruan. I kom 4 shtëpia në bordë, me thonë jetoj me një shtëpi e me një shtëpi. Po më shokon. Ti le gruan dhe ike me dhe vazhdoje me të dashurën. O, ne kështë e lonë gjithë familjen me shku me thonë. Po shumë gabim. Selami. Po gabim, u kry. I kom fëmijët martun, kam nipa mbesa. Ju mendova kur më the nipa dhe mbesa, mendova që i kishte të vllai të motrës, jo të tut. Jo, të vinat, unë dukem i vogël, me i kom 28 vjetë, edhe ju martu mush i vogël pak. I kom familjen e shëndosh, i kom 3 shuna, i kom 2 goca. Por grua jote, si a the grua sti, që unë kam gjetur të dashurik nga shtëpia? Grusja kom treguar ditë kur e kom marrë vendimin me ndërprej lidhje me Zojen, sepse do me thonë e nxjerra gruan nga shtrati, arsyeja që të bisedoj me tonë sa e shia shtetit, që mos ta lija vetë. Edhe do me thonë ditë i kom tregu gruas, kështu, edhe u kry. Pastaj e ka po emisionin në televizion. Dhe si reagoi gruaja kur ti tregove vetë me gojën tënde që unë të kam tradhuar me një grua tjetër? Po çfarë, ma kes një s'komës, që ka përjetu gjërat shiash. Iku ajo nga shtëpia apo ike ti? Jo, nuk iki nga shtëpia, se unë kom shtëpia shumë në porë, edhe do me thonë, jetojmë, po do me thonë, kom mundësi edhe me hongër, me pi bashkë, po nuk e kemi gjumin për bashkë. Keni shtratet më vete, krevatet? Po. Po fëmijët si e kanë pritur këtë ndarje? Po mirë, fëmijët ta thonë vërtetën një gocë edhe një qunë po mirën në psikiatri, sepse ju ka dorë një bombe madhe shumë. Por këtë arsye do të kam punë me gazetore, me senjëm të morë me avokata, me gjëra. Këtë gjë do të më nxjerrë deri në fund. Do me thonë, boba më ka rritë të smuët, presoj ditës nuk ka dorë nga shtëpia. 84 vjetë që kom babën, është kryetar i pajtimeve zgjarshe në nivel në Kosovës. Do me thonë, kjo është një bombe madhe. Edhe tash që më të përgatit, po të kallëzoj drejt, për mi denoncu krejt ata që kanë marrë pjesë në atë grupin e timve. Unë e qy një grup. Babai çfarë të tha? Babai jem nuk del nga shtëpia. Sepse e ku mul shumë poshtë. 84 vjetë, për asaj ditës ai nuk ka po ditë bukur. Por fëmijët të thanë diçka? Jo, nuk unë kam thonë diçka, po pesha Bëllëm një që ne kalon dhe punën, nuk po shkon as punë, për arsye njerëzit që po flasin. Selami, i bie që e ke shkatruar familjen, kishe ndërtuar gjitha të familje? Shumë është e vërtet. Dhe e ke shkatruar dhe ke lënduar nënën e fëmijëve të tu? Shumë është e vërtet. I shohua në folin, porën herë kom kërku gruas folje, të thonë vërtetën. I ke kërkuar falje? Po publikisht gruas timi kom kërku foljen në televizion edhe çdo televizion që dalë të t'i kërkoj folje. A i kuptu? Por Amo, çfarë të ka thënë kur i ke kërkuar falje? nuk flet. Ka nevojë të qetësohet pak shumë rënd. Edhe pse jetoni afër me njëri tjetrin, le të themi ajo kujdeset për ushqimin tënd, për rrobat e tua? Jo, kujdeset ajo, po. Selami, mua sinqerisht më vjen shumë keq për të gjithë histori që ka ndodhur, që realisht më shumë që të më dhimbë, pse një televizion, një gazetar,
një avokat e bujnë një lojë, edhe brenda ditës e bujnë programin tjetër, vetëm për më mulë. Kjo është një nisan shumë i rëndë. Po tani më tërgo pak të lutem, denoncimi që është bërë në polici nga ana e zonjës, i e telefonuar nga policia, apo nuk ka çështje, le të themi, është mbyllur? Para 2 muajve më ka thirrë në telefonat, po nuk po jam i sigurt a janë policia jo. I kom thonë jam shpesh me shëndetin, edhe i kom thonë kam arrest ndërkombëtar, ja kanë nisë të qesh policia. Nuk kom as nga gjykata, as kur gjë, 2 muaj 60 ditë, nuk kom as të thiri. Sepse nuk mund të quaj vepër penale me 20 para 3 muajve, kurse nuk jam përdjekës, nuk jam shëndradus, nuk jam dhënus. Por tani më shpjego pak, apo s'ke informacion, çështja ka kaluar në prokurori? Nuk di këtë. Nuk di. E qartë. Nuk di. Sepse ti je në Itali aktualisht. Pa? Aktualisht je në Itali dhe nuk e ke informacionin e plot. Selami, nëse ishe dashura, do të dëgjonte. Po? Kërkon t'i japësh një mesazh? Unë se ma bëri. Për çfarë? Që kanë furë 3-4 shoqe, sepse shoqja e sajna, cilja e pim çdo ditë kohën e mëngjesit, e ka përhap lojmin e sajna, sepse u kujdesa për fëmijët e saj, u kujdesa për to, për çfarë? Për çfarë? Kërkon një përgjigje për saj pse e bëri. Dashuria është kthyer në urrëtie, besoj. Nuk e urrej. Vazhdon ta duash? Nuk mund të thëmë dashuri, po prap e mendoj se kur ta ullet davolin çka ka për të ngrënë dhe për të pirë. Me besoj. Sepse ju më kujtes për gjë më të vogël. Ju më kujtes sikur një fëmijë kur ta kish bebe, ashtu ju kujdes. I dashur Selami, dua të pyes dhe të më tregosh i sinqert. Se të jam mbushur syt me lot kur flet për ish të dashurën. Ke patur një Se dashuri? ma bërë. Nuk e kom mire tuke që. Që kanë full 4-5 shoqe. Që e ka postit të dashur. Nuk u di se t'ja rëmujnë më bo. Selami, ajo kishte një burr në shtëpi. Jo. Dhe logjikisht ajo nuk donte të zbulojë që kishte një të dashur, se do e merrte vesh burrin dhe këto janë shmendurira. Ndëgjoj. Për të shtelëse më shpët. 2023, mujnë non jemi njoft. 2024, mujnë në 6, i ka orë burri. E kemi ndërpret lidhjen, ma ka dho burrin me folë. 2025, mujnë në 3, vetë me ka kërkuan. Selami, po kur të doli burri saj në telefon, çfarë të tha? Po thonë, shumë njëri i qetë, pa florë të rënda, pa e ngritë zërin, pa sharje, pa s'është një gjënë. Dhe çfarë të tha, më li të qetë gruan? Jo, ai mendoj që unë e përkërsnoj, mendoj që pe bëj gjëra, thash o zoti, thash unë e njoh mirë, edhe e binta me shumë gjëra, edhe në betaj. Tha, okej, deshte në të qënë me ty, në desh me mu. Ti i tregove që ishe i dashur i saj. Po. Por, Selami, çfarë kishe menduar ti për jetën tënde? Të lije gruan dhe të martoheshe me të? Po, Do bëj edhe këtë gjë. këtë që kom desh ta bëj. Sepse e kanë ditë që familja një. Po familja jote si e takonte të dashurën tënde kur e dini që ti kishe një grua? Shumë është e vërtet.
të vllavi im, të konota im, në shtëpi të familjes time, i kanë ndihmu vllavi im. Ka hungër me kalamaj të vllavit im. Ka pirë. Por vllai jot nuk të kritikoj që dale o vlla se ke një grua në shtëpi ke dhe 6 kalamaj? Po kanë posë, unë kum posë edhe kritika nga familje. Kum posë. Po njerin kur ta përbën dashuria e hup rrugën. Sepse i besova. Besoj, prandaj më thënë në fillim që jam gjysmë i martuar, me grua nuk je divorcuar. Jo, me letra jo. Preqja të rikthehet tek ty? Po, shpresoj që i po, nështë shkoki i familjes, e kemi një familje të madhe, kemi një pambesa. Ka thonë janë rrugëllë gjërat me tonë, pastrat që i postër, nuk jeni përndjekës, nuk jeni dhënus, nuk jeni shantazus, atër më flasmi. Sepse ajo është lënduar, sigurisht, të shikoj babajnë e fëmijëve, burrin e saj në televizor do lëndohet, pa dyshim, dhe të mësoj që e ka tradhuar, është lënduar shumë ajo grua. Shumë është lënduar. Shumë është e vërtet. Ruan respekt? Une nuk e ku meritu në gazetarja të pun këta këmirje nga daj meje. Çfarë akmore, nuk e një gazetar. Dashta u mërzit sepse kur u bon një ore kom gjetë numrin e soj personal. Se pastaj kishton, se unë e njohël pason e mirë, kishton si e gjetë numrin tim. Jo në e gjevojnë, edhe jam të përgatit me shumë avokate dhe me shumë njerëzi, që aja ka me dollë para drejtësisë, para me mua dhe dhe tje përgjithsi. I tashu Selami, unë të them qetësohu. Zëri jem u dëgju i ka morë 20 milion shikime. E një video që ti e ke sharë dhe e ke ofenduar. Po. E ke pranuar këtë gjë. Po ne kum pranuar dhe është zëri jem, ato nuk e më vaj. Dhe janë gabime të cilat... Kemi me një lidhje dhe sërë normal që njeriu, kur ta ketë një lidhje në distancë, mund të del nga vetja, shumë herë kanë ndodhur, jemi pajtu prap, kemi bërë pap, të dhe thonë, është një gjë që i kum dorë nga vetja, sepse kum posë qëllimet e mia, i kum posë fjorë që më kanë lëndu dhe kum dorë nga vetja, kemi vazhdu prap shkrujmë, i kom poktet. Në teri të ditë para dënëmësimit, më ka thotë të dua, është një fakt ato, i kom thotë çfarë të angone, ka thotë të dua ty, i kom shkrimin, më ka pyet si me kanë dollë analiza, domethënë që është gjë se ka diçka më smur me shëndetin për këtë situatën që jam dorë nga aja para me denuncoj. Për ndjekës është kur ti shkon 20 herë njëri të shtëpia. Për ndjekës kur që i shkruan me 100 numra. Kërcënim familje, nëse ja kom kërcënu familjen, unë thjesht i kom shtruar një gocë çojna, të modës se e ka ditë lidhën tonë, i kom thonë, fol me momin tonë se nuk është mirë, ato ma bosh shumë patricien. Nuk është aja që kom kërbo kërcënim në familje. Unë në vllavit si kom shkru, motrës jo, tezës jo, kërkujt jo. Çfarë? Të shtone kom fol, apo me vepra se kom bo. Me goj, kom mundësi, kom do nga jaleva. A mo vepra, me shkru, ose me ja dërgu dikujna një foto të sojna, jo, sepse unë e ku mendu që ja një ditë do të pendohet dhe do të kthehet prapë. S'kum vepru unë e kesh, ndaj Zojës. Por nëse në atë video, audio, që ajo e ka denoncuar, ka fjalë, jo vetëm fyese, por dhe në formën e kërcënimit, quhen kërcënime. Po kërcënim, po me një qatë kërcënim nuk mundet me dojnë me thonë avokati shpollet me kërkim. Nuk mundet me thonë një avokat. Pa e morë letrën e policisë dhe gjykatës. Ku mundet me shpollet me kërkim? Gazetaria dhe avokati nuk e shpollet një kërkim. I dashur Selami, unë e kuptoj që je i prekur, je i mërzitur, je në stres, të gjithë shka që ndodhi. Jo, nuk jam i prekur. Po, në të në kund, lexoj ta gjellë ligjin nenin për çfarë arsye, pse kjo ma ka po gazetarja, kështu pse avokati, kështu pse kjo kështu. Do me thonë, ku mundona që dalë, kur dalë para drejtësisë, do dalën me pos foto, me pos gjëra. Sepse unë do dalë shumë emisione, sepse një gazetare me një avokat, sepse unë edhe avokatin e kumë thirë që ka dorë ka full kesh për mu, 12 minuta, zotëri thash, nuk e shpon kërkim. Tha urna, thash nuk e shpon kërkim, do vëtër avokat.
Thash, po nuk është ashtu si ka thonë Zoja, sepse Zoja ka thonë, një zëtimin e ka, një e kalun e imja, une nuk jam për djekës, nuk jam shëndëzus, nuk jam dhënus. Tha, e qëfar për të Zoja nga ti? Tha, s'po plasin për muë. Edhe avokati mbet. Kjo është një gjë shumë e modhe, se unë atë ditë kam pas 2-3 njerëzit familjes që kanë shku në për spitali. Sepse na nuk e kuptojnë njerëzit tonë, nuk e kuptojnë edhe gjuhën e Shqipërisë, e ka folë ato 4 vjetë deri 12 vjetë burg. Do me thonë, ka bo shumë domet moja. Gjithsesi, avokati pyetet, flet, jep opinionin e vet dhe thot jo opinioni, por në bazë të këtij neni të këtij ligji mund të dënohet nga X deri në X vite. Padyshim, por ti ende nuk je i sigurt nëse çështja ka kaluar në prokurori apo jo. Dhe nuk besoj që ka kaluar në prokurori, se nuk besoj vetëm për një zë që e merr policia rrosën dorë. Por unë, Selami, ta them me shumë sinqeritet pastër, uroj që ky të jetë një mësim i mirë për ty. Për ato ki të drejtë. Shumë ki të drejtë. Falemderoj, kjo këshill është i për mua shumë e madhe, se kom po gabim që mas pore kom lëndu familjen time, se familjen e sojnë nuk e kom lëndu, sikur ka folë në televizion, po një kujdes për familjen e sojnë. Edhe i kom dosh si fëmijët e mi. Po aja që me lëndon familjet e mia, që edhe do me thonë fokte, qëre të tregoj vetëm një video 2 ditë para se dal nga vetja. Edhe pse do kemi bashk, unë brapë këtu jam, zërë se jam në ty, në të përra vitën. Do me thonë, foktet, zë faktëm, në Zojen. Zojës që shkum shqipit gjirën e për Itali. Kom çdo gjë. Unë të pregatit shumë mirë, që po vakit të tjetë edhe që ka një tub letra të pregatitura, pse ma bune këtë gjë. U desh me thirë vllabin tem, sikur e ke thirë mas ocendimit, mi thonë, folbe me vllabin tëm, dhe të më letë qetë, shamull, nëse këm bune e gabim. Ti po shkon mas emisionit, po shkon pishkruan kunotës time, aja e meriton burgi, po më vje keq për bobën e tina. Po pse s'mendove ti për bobën tem? I dashur Selami, ti e denoncove sot të gjithë të histori këtu në live modetën, ta thash që të bëhet një mësim i mirë dhe mos gabosh më, uroj që ajo gruaja juaj që është heroin për mua, sinqerisht, e shumë është e vërtetë. të ka falur në heshtje dhe qëndron afër teje, gatuan për ty të lanë rrobat. Është ajo e fortë. Që i bën të gjitha akoma këto për ty. Dëgjom, dua ta them vetëm një gjë. Gruaja është shumë sen i shtrejt. Një femën është fabrik. Ka thonë kështu hopës fabrik, që një femën prodhon. Ta prodhon familjen. Ta rrit familjen, ta kujtes familjen. Po, dikush nuk e vlerëson, kur si këtë jam si kom vlerësuar. Unë e pranoj gabimin. Ama nuk e pranoj një gabim që një zoj me dalë, më të mojë 2 jetë, më të kujtes edhe për qeropat për to, edhe për kapelën tonë, edhe për çdo gjë në jetë, edhe me dalë më denësu para një televizionit, nëse e njeh një gazetar ose një avokat, e të ma bësh lojen. Kjo është të. Nuk e di që shmunët me jetuaja. Nuk mujë me di që shmunët me hongër. Aja ka të sirë dhe në shtëpit vetë, nuk ko që s'ko sen gjërat e mija, nuk ko. Nuk ko. Më në thonë që kushin, dhëmë tjetës, o në qdo vend të me thonë. Brenda 3 mujve nuk mujë mi numru dhuratët. Nuk ko mundësi mi numru. Qysh ka mu? Unë uroj që kjo të jetë një shkuar e hidhur e harruar për ty, uroj që të bëhesh mirë dhe me shëndetin tënd, uroj që të rikthehet dashuria për gruan tënde, Po. Sepse ajo meriton të jetë e lumtur. Po mendoj edhe që po. Mendoj që po. Nëse prapa pet se ka mujt më nxjerrë dhe nga shtëpia më bu me qetë kalamajt edhe me thua ik. Apo kupton? Punët edhe ato e ka të forcë. Do me thonë se fëmijët i konkra.
Po në mos fore falenderoj familjen tem që kom në rrugë do ma shkurt, një familje që ndosh, mi ka prish ëndrat e jetës, mi ka prish planet e biznesit, se unë kom pos me hop biznes edhe në Shqipëri, kom pos me sjell punëtor prej Nepalit, e zoja e di shumë mirë. Do me dha, mi ka prish këtë gjërat, ty kontrata e kom punës që i kom bon Malzi, po më rinë punëtor, këtë përgjithësi do ta merr dikush. Uroj të bëhet më e mira, sinqerisht edhe për ty, nëse gjithë historia është kështu, kështu që Selami, të falenderoj që të pata sot, nëse ke diçka të fundit për të thënë përpara se të përshëndes. Nuk kam çfarë thënë, po që kë televizion ma ka bo me drejt apo pa drejt, që më ka dëmtuar. Mirë, të përshëndes nga Tirana. Mirë të dashur miq, kemi ardhur në fund edhe për këtë live. Ju falenderoj të gjithëve ju që ndruat me mua deri në fund të kësaj video. Nëse dhe ju keni një histori për të denoncuar dhe kërkoni që të jeni pjesë këtu në live me Odetën, apo keni dhe një histori të bukur motivuese, mund të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj. Por ju mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dumemandro dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar në YouTube, ku çdo paradite live ora 10 jam me ju me këto histori njerëzore. Faleminderit që më ndiqni dhe ritakohemi nesër.